U futën dhe në luftë, nuk e donin për këmbë. Dhe ai shkon në Francë, jeton ca vite në Paris. Kuptohet që nuk ishte dhe në kushtet më të mira dhe nga pikpamja ekonomike. Se siç e tham, çka kishin pasuri, çka kishin prokopi, nuk u ngeli gjë atyre. Dhe mbaj nga qeveria franceze. Dhe janë dokumentat këto dhe të diplomacisë italiane, ku flasin dhe përshkruajnë ato vitet që janë pra luftën e parë botërore, dhe francezët tani kërkonin që në kuadër të operacioneve që kishin në luftën e parë botërore, kërkonin për krajin e tij dhe të përdorin influencën e tij për të ngritur një operacion në jugun e Shqipërisë, në Vlorë ku e kishte influencë. Ai nuk e pranon. Dhe Aristide Briand thot që ç'na duhet një pensionist thot në kurrizë të Francës, thot, me atë un pensionar de la France e pa util, edhe i ndërpresin dhe atë pensionin që ai edhe jetonte familja e shoqja në Nicë, ky ishte në Paris bashkë me djemt. 2 nga djemt, mos gaboj. Dhe italianët e përshkruajnë në moment dhe thonë si mundet, është dhe kundra gjitha ligjeve humanitare, thot. Franca e ndërpreu. Ne ja kemi ndërprer, nuk se i kishin bllokuar dhe pasaportën, lirinë e lëvizjes italianët. Nuk e lejonin të lëvizte në Parisi. Në Zvicër do të shkonin në Zvicër ku ishte një komunitet tjetër shqiptar, nuk e lejonin se për shkak të influencës. Dhe kur afron në 18 kur afronte edhe fundi i luftës, e lejon Franca të dalë dhe shkon në Madrid, në Barcelonë, në Madrid. Dhe aty komunikon me komunitetin shqiptar të Amerikës, po jo me se Vatra ishte në influencën, Noli, Konica, ishin ato pakënaqësitë e tyre, por me partinë politike, që është Kristo Dago, janë shqiptarë të tjerë që kishin ngritur në Wochester, kishin ngritur këtë partinë politike të diasporës, të komunitetit shqiptar të atyshëm, dhe ata japin dhe delegimin për të përfaqësuar Shqipërinë në konferencë. Dhe në këto vite është e bukur një episod se në ndonjëherë ja veshin dhe personazheve të tjera, se më kujtua tani nga jetesa në vitet e Parisit, Nikola Lako, kam bërë një shkrim para pak kohësh për këtë episod, se është domethënës, është një ngjarje e bukur. Nikola Lako, një patriot korçar, i shquar, erudit e kështu. Dhe ai jetonte në Paris, vepronte në Paris dhe bashkë me Ismail Qemalin në këto vitet 15, 16 deri siç e tham 18. Dhe serbët, propaganda serbe, kishin hedhur këtë tezën e shqiptarëve të prapambetur, shqiptarëve me bisht. Nxirrin edhe një teori që vinin nga njerëz me bisht. Dhe ishte një libër i shkruar nga një kryeministër serb i kohës, njëri i shquar, shumë vite kryeministër, është libri i njohur dhe i marrën francezët, nga kjo teza ngrihesh edhe Nikola Lako e kishte hedhur poshtë. Dhe në një konferencë që ishte zhvilluar, e kështu me radhë, në një darkë që shtrojnë për ndër Ismail Qemalit, tek te tregon Nikola Lako ka bërë një artikull vitet 40 në gazetën Tomori. Dhe thot, isha me Ismail Beun, thot, dhe shkojmë në këtë darkë që na kishin ftuar, thot. Dhe kur hym aty, shoh të francezin që përkratte tezën e serbëve që shqiptarët janë me bisht. Dhe sa hyn Ismail Qemali, thot, në atë sallonin, i themun Ismail Bey është dhe filani, thot. I thot emri, se është me emër ai francezi, e kam përmendur dhe emrin. O, thot ai, okay. Dhe i thot, kur i sjellin koltukun për të ulur, thot, ç'është ky koltuk, thot, ne nuk i kemi kështu koltukun në Shqipëri, thot. Kemi edhe një varsa, thot, për një krab, thot, për bishtin. Ku e keni, thot? S'është ky koltuku për mua, thot. Ai thot, të gjithë syt vajtën te ai, thot, ai. Pastaj thot, gjatë darkës u vaditën çik me shampanjë, thot, aty filluan edhe gacmon një francez, i thot, se kishte edhe humor Ismail Qemali, ishte edhe kështu i batutës, ja dy për atyshme. I thot ai, Ismail Bey, thot, vërtet, thot, ju, me demek, thot, ju, shqiptarët s'keni bisht, thot, po këta serbët, thot, duhet të paraqesin me bishti, thot, ky francezi. I thot ai, me thënë drejtën, thot, na i co bisht e kemi të gjithë, thot, po nuk e kemi aty ku mendojnë serbët, i thot, edhe qeshtin të gjithë, qeshtin të gjithë. Pastaj thot, prapa i vazhdon e gacmon. I thot, Vlora ishte pushtuar nga italianët. I thot, më kanë thënë që në Vlorë ka mjalt shumë të mirë. Kur do na çosh një ditë, i thot, që ta ham çik mjalt, ta provojmë atë mjaltin e Vlorës. Tani për tani, i thot Ismail Qemali, shijojmë të shampanjën. Ndërkohë gjermanët në 15 janar 15 kishin marrë shampanjë Krajinën. Sapo kishin pushtuar. Dhe ja kthem me batut. Shijojmë shampanjën një herë, i thot tani për tani. Kur të kemi mundësi, thot, do shkojmë dhe në Vlorë, thot, shijojmë mjaltin. Edhe e mbylli gojën e. Sa s'na kalojmë shampanjë. Edhe kështu që ishte edhe njëri i batut. Dhe ka dhe shumë episode të tjera humori edhe kështu, domethënë njëri dhe i kulturës dhe i zgjuar dhe populli e tregon, domethënë njëri i thjesht, njëri që dinte të sillej me të gjithë, që dinte të komunikonte me të gjithë, domethënë dhe jo më kot dhe po të shikosh dhe në popull dhe në njerëz, në Vlorë apo kush ka kujtime të ruajtura nga paraardhësit e tyre,
kanë kujtime shumë të mira dhe të përquara, po them, përveç dokumentave që unë deri më sot patjetër që mund të ketë interpretime të ndryshme, gjëra, siç tham, fantazie kështu me radhë, por unë nuk kam parë në një dokument apo në një fakt historik që të cënoj figurën apo personalitetin e Ismail Qemalit. Dhe kjo është nder për ne si shqiptar, mendoj. Pra, patjetër që gabime do thoni ju ka bërë gabime, po nuk ka njeri që i shpëton gabimeve. Sidomos në atë situatë. Po unë them që ka bërë shumë pak. Ka bërë shumë pak. Dhe ka bërë më të mirën, unë them këtë që të kishte qenë dikush tjetër, nuk e dia do arrinte të bënte ato që bëri ai, ose do t'i kalonte ato sfida në atë mënyrë që e bëri ai. Tani po t'i kthehemi ne, a ishte i kënaqur Ismail Qemali, po ta marrin vet, s'po them çfarë mendoj unë, po a ishte vet ai i kënaqur me situatën apo me ato që bëri? Unë them jo. Ai ka vdekur me breng. Ai kur mbylli syt thotë më pren bes. Pra, iku me i breng, sepse Shqipëria ishte akoma, nuk ishte përcaktuar fati i Shqipërisë, kemi parasysh. Pra, vërtet është, ishte akoma e padefinuar. E padefinuar. Megjithatë duhet thënë që pavarësisht se shqiptarët e kanë sport kombëtar shpifjen, ky është ndër figurat më të qashtrat, më të pastrat të udhëheqësve shqiptar dhe të leadershipit shqiptar. Unë jam kurioz të di që vlerësimi të huajve për këta. Shikon, nëse do t'i referohemi dokumenteve të huajve, unë do përmendja së fundmi, vjet kemi bërë një ekspozit në Muzeun Historik Kombëtar në Vlorë, dhe ku ekspozuam dosjen e britanikëve, të perandorisë britanike, për arratisjen e Ismail Qemalit në vitin 1900. Se deri tani ne kemi pasur dëshmi, kemi pasur dokumente të tjera, por asnjëherë dosjen e plot. Dhe për këtë shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe stërnipin e tij Darling Vlorën, që na ka bërë të mundur që ta zbulonim këtë dosje kaq interesante, dhe unë kam mund të vënë në dispozicion ta lexonin për kuriozitet. Është në anglisht, po është edhe në frëngjisht, janë letrat e Ismail Qemalit në frëngjisht, nuk është shumë voluminoze, por është shumë domethënëse për mënyrën se si e shikonin pikërisht britanikët personalitet. Ai ishte filo britanik, patjetër kishte një pëlqim për rolin e Britanisë në botë, për atë çka përfaqësonte Britania si fanar i lirisë, thot ai, se ishte liberal në pikpamje Ismail Qemali. Domethënë Britania atëherë patjetër që ishte ajo perandoria e madhe që përçonte ato vlera që përçonte në botë, superfuqi e kohës, por në momentin 1900, në momentin që ky arratiset, sepse i rrezikoi jeta nga sultani Abdulhamid II, britanikët e ndihmuan dhe e morën nga Stambolli me anijen e tyre luftarake, e shoqëruan në një anijet linjës që vinte nga Egjipti dhe çuan në Athinë. Nga aty pastaj jetoi, siç e tham, nëpër Evropë, kryesisht në Bruksel 8 vite, deri në 1908 kur u rikthye si deputet, pastaj u zgjedh deputet i Vlorës, kur fitoi revolucioni John Turk, po e quaj. Tani në këtë moment britanikët çfarë shkruan ambasadori, me një ambasador personazh i kohës, pra, i shkruan kryeministrit britanik, Markezit të Salisburyt, dhe i thot, ky personalitet, i thot, me këto vlera ka kontribuar, ka qenë guvernator në shumë provincat e perandorisë, kudo ku ka qenë ka mbrojtur interesin e më të varfërve, e më të dobtëve, thot, ka mbrojtur interesin e pakicave. Pra, pavarësisht se është i fesë muslimane, thot, ka mbrojtur kudo ku ka mundur të krishterët, i pa korruptuar mes të korruptuarve, në një perandori, thot, ku korrupsioni ishte i hapur, ky është i pa korruptuar dhe mes të korruptuarve. Një njeri, thot, që na bën der që ta ndihmojmë ne si perandori, thot, dhe unë gjykoj, thot, që duhet ta ndihmojmë, dhe sugjeroj që ta ndihmojmë, thot, i shkruan kryeministrit. Pra, ambasadori ishte Sir Nicholas O'Connor, dhe në fund përmend edhe ka bërë një libër në atë periudhë Ismail Qemali, është një pamflet, një libër i vogël, ku flet për luftën e Transvalit, pra që ishte përfshirë perandoria britanike me boerët në Afrikën e Jugut, po ishte si betejë e kohës, lufta e kohës, gjëja e vlerat, sepse ai thoshte që britanikët këtë tezë mbronte Ismail Qemali, por nga ana tjetër mbronte tezën që britanikët janë fanari i lirisë, janë kjo demokracia që kudo ku ka qenë kolonizator, thot, por ama për të çojnë vlera dhe kanë ngritur nivelin e jetesës, zhvillimin e demokracisë në ato vende ku kanë
pasur kolonitë e tyre. Dhe kur i krahason me kolonizatorët e tjerë, francezët, belgët, shikon tjetër gjë. Dhe këtu e nxjerrin në pak. Por në atë luftë britanikët në Evropë, atëherë shtypi media, mas media, opinioni publik i shikonte pak si domethënë një luftë jo të drejtë, pra që bëni me boerët. Boerët janë ata të bardhët që kishin holandezët. Dhe ishte kjo po themi opinioni që ishte kundra asaj lufte, kundra britanikëve në Evropë. Ndërkohë ky del me këtë tezën, por nga ana tjetër, një nga qëllimet e tjera ishte për t'u afruar ne si shqiptar dhe kauzën e shqiptarëve me britanikët, se ne s'na përkrahte asnjë na fuqitë e kohës, po flas përveç austro-hungarezëve që përkranin nga pikpamja kulturore dhe kishin filluar me shtypin, po flasim me Fajkonicën, Albanië edhe gjëra tjera, por ishin për ruajtjen e status quo-s, të gjitha superfuqitë e kohës në Ballkan, nuk përkranin Shqipëri ose pavarur, ato thoshin ty shikojmë. Si dhe sot. Si dhe sot. Po ruajmë status quo-n, thoshin prisni aty, të shohim, duke parë, duke bërë, sepse keni diskutimet që bën Ismail Qemali në 1900 me ambasadorin austro-hungarez, çai thot ai dhe çai thot ky. Sepse në raport me popullin ne ishim një aparat, ne ishim minorant. Po ne thot jo, minoritet. Priti thot një. Do përkrahim thot për kulturën një dhe ishte edhe normale se duhesh zhvilluar një kultura. Duhesh zhvilluar, s'mund të bësh komb shtet pa pasur kulturë. Dhe ne e bëm siç e bëm sepse ashtu o bësh ose bëhesh më. Po të ishte natyrshëm duhet ishte bërë ndryshe ndoshta. Është vërtet. Dhe tani ky ishte këndvështrimi i tyre dhe po të lexosh dhe mënyrën se si dhe diplomati tjetër Adam Blok, që është prapë një personalitet dhe ky diplomacisë kohës britanike, mënyra se si e shikon figurën e Ismail Qemalit, prapë dhe ai flet me vërtetësi, ata shikonin si të panshëm. Keni në kujtimet e tija, në ditarin më saktë, ditarin e tij, Maurice de Bunsen, prapë dhe ky një diplomat i shuar që ishte këshilltar në atë periudhë në ambasadën britanike në Istanbul, më pas u bë ambasador në Madrid dhe në Vjenë, shkruan që nuk e di shtypi si do e ketë pasqyruar, por ndërkohë shtypi e pasqyruar dhe New York Times shkruaj dikur i Ismail Qemali, gjithë shtypi evropian dhe botror, si do e pasqyruar thot, por Ismail Qemali thot na kërkojnë ndihmë dhe përshkruan, erdhi në ambasadë thot ishte edhe i trembur sepse i rrezikoi dhe jeta, pra ishte i shqetësuar thot, i rrezikoi jetën në sultani, por thot është i vetmi thot që sfidon sultanin thot dhe vjen thot në ambasadë thot pa i marrë leje, sepse gjithë turqit thotë që kishin një farë emri, duhet kur shkojnë për ambasada apo siç është një farë rregulli që duhet i marrësh leje, domethënë aty jeprorit. Po në atë kohë ishte duhet i merrë le sultanit, gjithë që të vjen në një ambasadë të tillë dhe ky thotë është i vetmi thotë që guxon thotë vinë në ambasadë thotë, guxon të takohet thotë dhe guxon të flasë, guxon të paraqitet. Varis, pa diskutim që për Ismail Qemalin mund të ri njeriu të tregojmë me ne të tëra. Po ne kemi ndoshta do kemi raste të tjera. Ne kemi limitin e kohës, por do krijojmë raste të tjera për tema të tjera se padyshim që është një ndër personazhet shumë planësh që ka pasur Shqipëria, për ndryshe nuk e them me lënë dot një komb. Dhe në këtë letër do ta dërgojmë më pas këtë dosjen, në njëna letra që i shkruan ambasadorit nga bordi i Anijes i thotë mon krim se mon patriotizm. Pra krimi im i vetëm thot është patriotizmi im thot. Këtë krim kam bërë thot. Se gjithë tjetër që s'kishte bërë. Okej. Unë falenderoj. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua, besoj ka qenë do të jetë kënaqësi edhe për juve që do ta shikoni. Unë ju falenderoj.